Çmimet që i kam pa që në rritë shumë, edhe është kam pengon shumë se nuk i di që shpia dalit qytetarë, sinqerisht po të them, sinqerisht, janë produktet e ushqimit. Më të thonë drejtën me pregadit, që tash po më duket që shumë a shumë mundush me kursy kur han jashtë, sa kur pregadit në shtëpi. E sidomos kur është një vet ose dy, apo kupton. Çmimet që i kam pa që në rritë shumë, edhe është kam pengon shumë se nuk i di që shpia dalit qytetarë, sinqerisht po të them, sinqerisht, janë produktet e ushqimit. Okej? Po i loj manash këto që janë pak mallukse, floku, ajo, kjo, apo kupton? Ato po i loj manash. Është shumë shtrejt sot me dalë, me bo një shopping të ushqimit për një javë, nuk mundesh me mbyll nër 150. Unë po habitem një familje me 5 antarë, me 350-370 euro në muajt, qysh po mundem me ja dalë. Shumë drejt, si e sheh këtë pjesë?